Ne e kemi marrë jetën tonë fizike nga nënat tona fizike. Për këtë arsye, kur mendojmë për jetën e përjetshme për të cilën foli Perëndia, nuk mund ta shpërfillim këtë çështje. Atëherë, vetëm nëpërmjet kujt mund të marrim jetën e përjetshme? A mund ta marrim atë vetëm nëpërmjet Perëndisë atë? Jo, nuk mundemi. Thuhet se çdo gjë në këtë tokë është një kopje dhe hije e asaj që është në qiell. Është një fakt i qartë se jeta që jepet nëpërmjet nënave në këtë botë është vetëm një hije. Nëse në hije ka një nën, atëherë çfarë ndodh në realitet? A nuk duhet të ekzistojë edhe një realitet i asaj nëne? Ne duhet ta konfirmojmë këtë çështje nëpërmjet Biblës. Kur e shqyrtojmë këtë çështje përmes 66 librave të Biblës, a nuk dëshmoi Perëndia atë për ekzistencën e Perëndisë nën? Le të hedhim një vështrim të Zanafilla kapitulli 1, vargu 26. Pastaj Perëndia tha, ta bëjmë njeriun sipas shëmbulltyrës sonë dhe në ngjasim me ne. Perëndia tha, ta bëjmë njeriun sipas shëmbulltyrës sonë. Perëndia nuk tha, ta bëj njeriun sipas shëmbulltyrës sime, por ta bëjmë njeriun sipas shëmbulltyrës sonë. Më pas, çfarë tha ai? Në ngjasim me ne. Pas kësaj, çfarë tha ai? Kështu Perëndia krijoi njeriun sipas shëmbulltyrës së vet. Qartë, Perëndia që krijoi njerëzimin u shpreh si ne dhe tha, le ta bëjmë njeriun sipas shëmbulltyrës sonë. Atëherë, a nuk do të thotë kjo se Perëndit krijues, të cilët u shprehen si ne, duhet të ekzistojnë? Edhe nëse do të hidhnim vetëm një vështrim në këtë skenë të vetme biblike, a nuk do të ishte mjaft e qartë se njerëzimi nuk u krijua vetëm nga Perëndia atë? Le të vazhdojmë me vargun 27. Kështu Perëndia krijoi njeriun sipas shëmbulltyrës së vet, sipas shëmbulltyrës së Perëndisë, ai krijoi mashkullin e femrën. Shëmbulltyra e krijuar si rezultat i fjalëve. Ta bëjmë njeriun sipas shëmbulltyrës sonë, ishte mashkull dhe femër. Kur thuhet, ta bëjmë njeriun sipas shëmbulltyrës sonë, a nuk është e lehtë për këdo të kuptoj se Perëndia është në shumës? Prandaj, cilat janë dy shëmbulltyrat e Perëndisë? Sipas shëmbulltyrës së Perëndisë, a nuk u krijuan një mashkull dhe një femër sipas shëmbulltyrës së Perëndisë? Në fakt, si e quan gjithë njerëzimi shëmbulltyrën mashkullore të Perëndisë? Ne e quajmë atë Perëndia atë. Atëherë, si duhet ta quajë gjithë njerëzimi shëmbulltyrën femërore të Perëndisë? Sigurisht, është Perëndia nën. Perëndia krijoi çdo sistem në këtë tokë sipas vullnetit dhe planit të tij. Ai e bëri këtë që ne të mund të kuptojmë sistemet në qiell. Në fakt, kush është ai që ka aftësinë të na japë jetë fizike? Këtë mund ta bëjnë vetëm nënat. Në të njëjtën mënyrë, nga kush duhet të marrë njerëzimi jetë shpirtërore, domethënë jetë të përjetshme? Duhet të jetë nëpërmjet Perëndisë nën. Ata hapim kapitullin 4 të Galatasve? Vargu 26 thotë, ndërsa Jeruzalemi nga lart do të thotë në qiell është i lirë dhe është nëna e ne të gjithëve. Në këtë mënyrë, Perëndia na mëson nëpërmjet Biblës faktin absolut se nëna jon qiellore me siguri ekziston. Pra, sipas Biblës, kë kemi ne? Ne kemi Perëndin nën. Bibla dëshmon për faktin se vetëm nëpërmjet nënës, ne mund të bëhemi fëmijët e premtimit që do të marrin jetën e përjetshme. Deri tani kemi qenë në gjendje ta ruajmë besimin ton fal këtyre mesazheve në Bibël. Ata na kanë dhënë besimin për të besuar në ekzistencën e Perëndisë atë dhe Perëndisë nën. Shpresoj të merrni shumë hir përmes këtyre fjalëve. Më lejoni të përfundoj predikimin e sotëm. Faleminderit shumë.